Sot do të përgatisim një recet tradicionale gjirokastrite e cila quhet shapkat. Në fakt, mund të njihet me terma të ndryshëm si lakror apo pispili. Shapkati përgatitet me lakrat e egra, por gjithashtu edhe me spinaq, edhe me presh apo qep të njoma. Unë kam vendosur ta sjell shapkatin me lakrat e egra, të cilat janë po të njëjtat lakra që përdoren për japrakët. Lakrat e lara do t'i presim në fije të holla, do t'i shtojmë krip, vaj ulliri dhe do t'i punojmë pak me dorë. Pra lakrat duhet të jenë të punuara pak me dorë dhe jo të gatuara në zjarr. Ndërsa për pjesën e brumit do të jetë një brum i holl që do të përgatitet vetëm me ujë dhe me krip. Për mendimin tim kishte nevojë dhe për pak fare sot. Dhe shtrimi i shapkatit do të bëhet në këtë mënyrë, siç po e shikoni edhe në video. Një shtresë e holl poshtë, lakrat në mes dhe një shtresë e holl sipër. Do të piqet po njësoj si byreku dhe buon apetit!